përshëndetje. E nderuara drejtoresh e shkollës son, zonja Luljeta Gavazaj. E nderuara drejtoresh e drejtorisë komunale e arsimit, zonja Luljeta Veselaj Gutaj. Të nderuar mysafir, mësimdhënës, prindër dhe ju të dashur nxënës. Sot jemi mbledhur së bashku për të festuar ditën e shkollës, një ditë e veçantë që na kujton rëndësinë e dijes, punës së përbashkët dhe për kushtimit të mësuesve dhe të nxënësve. Gëzuar ditën e shkollës, le të festojmë me krenari, me aktivitete dhe me shumë buzëqeshje. Fillimisht, para juj ftoj drejtoreshën e shkollës sonë, zonja Luljeta Gavazaj, për në fjalim rasti. Përshëndetje për drejtoreshën e arsimit, zonjën Luljeta Veselaj Gutaj, për drejtorin e turizmit, zotin Ramadan Tarashaj, drejtorët dhe drejtoreshat e shkollave, përfaqësuesit e DKA-s, kuvendarët, zotin Alban Bislimaj dhe Petrit Hoxhaj, përfaqësuesit e bizneseve të fshatit Kobaj dhe Blashnje, kryetarin e këshillit drejtues të shkollës dhe ju të dashur prindër. Me ndjenjat më të sinqerta të gëzimit dhe mirënjohjes, ju uroj mirëseardhjen në këtë ditë të veçantë, ku kremtojmë 77 vjetorin e shkollës sonë Naim Frashërit, një vatër e dijes që ka ndriçuar rrugën e shumë brezave përmes përkushtimit, dashurisë për arsimin dhe respektin për vlerat kombëtare. Për 77 vite me radhë, shkolla Naim Frashëri ka qenë dhe mbetet simboli dijes, edukatës dhe përparimit. Ajo ka qenë djep i formimit të shumë brezave, të nxënësve që sot kontribojnë në shumë fusha të ndryshme të jetës, brenda dhe jashtë vendit tonë. Shkolla jonë mban emrin e një prej figurave më të ndritura të kombit shqiptar, Naim Frashërit. Poetit të madh të rilindjes kombëtare. Ai ishte më shumë se një poet. Ishte një pishtar i dijes, i dhe dashurisë dhe i gjuhës shqipe. Me vargjet e tij, ai ndezi zjarrin e dashurisë për Adleun dhe hapi shtigjet e reja për zhvillimin shpirtëror dhe kulturor të popullit tonë. Të mbash emrin e Naim Frashërit është një nder i madh, por edhe një përgjegjësi. Ai na mëson se arsimi është çelësi i përparimit dhe se fjala e shkruar ka fuqi për të ndryshuar botën. Le të marrim shembull për kushtimin e tij ndaj diturisë dhe kombit dhe ta mbartim atë në çdo hap të punës sonë arsimore. Sot ne kujtojmë me nderim të veçantë arsimtarët e parë dhe të gjithë ata që kanë dhënë themelet e kësaj shkolle, me mund dhe për kushtim të madh. Një falënderim të veçantë ju drejtohet edhe mësimdhënësve tanë të sotëm, të cilët me dashuri e përkushtim punojnë çdo ditë për të formuar brezat e ri. Të dashur nxënës, ju jeni zemra e kësaj shkolle, jeni dëshmia më e mirë se misioni ynë jeton dhe vazhdon. Përkushtoni në mësim, besoni në veten tuaj dhe ruani me krenari emrin e kësaj shkolle, që aq shumë e deshi arsimin dhe Adleun. Në këtë ditë të shenuar, dua të shpreh mirënjohjen më të thellë për secilin prej jush. Me përkushtimin dhe energjinë tuaj jeni frymëzimi dhe arsyeja pse kjo shkollë vazhdon të rritet dhe të shkëlqejë. Ju të nderuar mësimdhënës, me punën tuaj të palodhshme, profesionalizmin dhe dashurinë për dijen, jeni shtylla mbi të cilën mbështetet suksesi i çdo brezi që kalon nëpër bankat e shkollës. Dhe ju të respektuar prindër, me mbështetjen dhe bashkëpunimin dhe besimin që jepni shkollës sonë, jeni partnerët tanë më të rëndësishëm në rrugtimin arsimor të fëmijëve. Një falënderim i veçantë shkon edhe për drejtorinë e arsimit, e cila na mbështet dhe na përkrah në çdo punë dhe angazhim tonin. Urime dita e shkollës, urime 77 vjetori i shkollës Naim Frashëri, qoftë drita e dijes gjithmonë udhërrëfyesi ynë. Faleminderojnë drejtoreshën e shkollës tonë, Luljeta Gavazaj, për fjalimin. Tani në skenë ftojmë drejtoreshën e drejtorisë së arsimit, zonja Luljeta Gavazaj Gutaj dhe zotëri Alban Bislimaj.
Faleminderit prezantuesës, e nderuar drejtoreshe e shkollës zonja Luljeta Gabazaj, e nderuar drejtor Ramadan Tarashaj, të nderuar drejtor shkollash, i nderuar dhe shumë i respektuar këshilltar komunal asambles, profesor zoti Alban Bislimaj, të nderuar mësimdhënës, prindër dhe shumë të dashur nxënës. Jam shumë e nderuar sot kur jemi në këto ambiente në cilat 77 vite është bë punë për kushtim dhe dedikim që sot para nesh të kemi gjenerata të cilat shkëlqejnë në profilet e tyre. Shkëlqejnë në shëndetësi, shkëlqejnë në fushën e juridikut, shkëlqejnë në fushën e mësuesisë dhe shumë fushat të tjera. Shkolla juaj ka shkëlqy edhe në punë të mira, po kjo falë për kushtimit dhe punës që e bëni çdo ditë. Në fushën e teknologjisë është dallu, në fushën e komunikimit, brenda ambienteve miqësore që keni kriju në shkollë, e më së shumti na gëzojnë dhe na bëjnë krenar këta fëmijë që vinë të lumtur çdo ditë në shkollë. Drejtoria Komunale e Arsimit mbetet e përkushtuar jo vetëm në Kobi dhe në Vllashje, por në çdo cep të Prizrenit që shkollat tona të jenë shkolla ku nxënësit gëzohen kur vinë në mësim dhe jo ta ndjejnë kënaqësinë kur shkojnë në pushime. Punojmë çdo ditë të krijojmë kushte më të mira infrastrukturore, po edhe potencial më të mirë në zhvillim të profesionalizmit brenda institucioneve shkollore. Ato të cilat i kemi arrit bashkarisht janë fal punës mirë të drejtoreshës së shkollës, objektivave të qarta të mësimdhënësve, po dhe një shtytje të madhe të kolegu ton, zotit Alban Bislimaj, i cili pa ndalur dhe pa rreshtur çdo ditë në telefon, në takime ka bërë kërkesa të vazhdueshme, plotësohen kushtet infrastrukturore, siç jemi këtu edhe në këtë ambient të mirë sportiv, po edhe në rrethojat e shkollës, kabinetin e teknologjisë dhe shumë gjëra të tjera të mira të cilat do të vinë edhe në vrimësi. Urime, shëndet e suksese ju prift të mbara. U takofshmi për sukseset të radhës. Të nderuar prindër, të nderuar mësimdhënës, të nderuar nxënës dhe ju bashkëvendas, të nderuar banorë të fshatit Vllashje, Muradim, të cilët jam i mbledhur sot tri katune ta festojmë ditën e shkollës në Infrashi 77 vjetorin. Është kënaqësi për mua të jem para jush si kuvendar i kuvendit komunal të Prizrenit, sepse sot po e festojmë ditën e shkollës, një ditë të cilat të gjithë këtu nga ne kemi marrë hapat e parë të dijes dhe të jetës. Unë si kuvendar e përmeni edhe drejtoresha Luljeta Veselaj që vazhdimisht kem kontakte dhe mundohemi që të punojmë për të mirën e shkollës, për të mirën e fëmijëve, që të kemi më mirë cilësi në mësimdhënie dhe në mësimdhënie. Gjithë së bashku si banor të tri fshatrave të mundohemi dhe të punojmë secili bashkë që të arrijmë suksese dhe më të mira se jemi më tani. Kështu që shkolla gjithmonë ka nevojë të ketë investime në të ardhmen. Kushdo që të jetë, unë apo ai tjetri, të mundohemi për të mirën e komunitetit, sepse shkolla është vendi ku marrim hapat e parë të dijes dhe të jetës. Urime dita e shkollës, urime nxënës, mësimdhënës, urime drejtoresh. Faleminderit shumë dhe gëzuar. Falenderojmë drejtoreshën e shkollës tonë, zonja Luljeta Gabazaj, drejtoreshën e drejtorisë së arsimit, Luljeta Veselaj Gutaj dhe zotri Alban Bislimaj. Programin sot e fillojmë me më të vegjëlit e shkollës, klasën parafillore, të cilët do të na argëtojnë me një valle popullore. Më pas do të vijoj interpretimi i poezisë Shtegtimi nga Isra Hoxhaj dhe Ezan Tarashaj. Pas pak do të ndjekim një skeç humoristik nga nxënësit e klasës së 7. Programi vazhdon me një valle moderne nga barbit e shkollës sonë.
jetu i mri. Pash një atë frym që me rëtë barë ndaloj herën këtë shkreti. Një fjallë të vetme, du me të vetë, oh lejlek, oh shpëndi shkret.
Ndoshta ti ka jetuar atë temin a e kalove. E fusha tona me kratë bardh, kodra tona i kërkove. E ndoshta ndri ke la ato flet. Oh, lejlek, oh, shpëndi shkret. Edhe unë, në kopshtet mia, një lejlek të kur kam pas. Për shto vit mërë të shpia, para dere e kam pas. Po vit e let e mira non, vit e lypte i sen me ngron. Kalëgjo të vërtetën, a ne i djeli linda ton, a të gjëllën si para në të shkretën shqiptari, yje on. Ti mirë se vjen, vetë përëndia të paska prumu ndër këto vende, se me ty gjithë shqiptaria fluturim mua merdhe. Këtu shqiptar, Po, këtu, e në vorë të ashtriotit, rë flamurit ton, të mbona i vla. Ti apim besën shoqishojt e Zotit, se para dhene ke murdra. Po undo e tu i shkri për te, të gjithë ditët e motit, që para të gjithash. Një vorë në ke mu kjo, se lam Shqipni me shkel më them rahuj, pos flamurit qel, s'to të shërbej më kuj. Rini, thuja këngës më të bukur që di. Thuja këngës ate që të vlon në gji. Nëzirë egzimin tatë të shpërthej me vrur. Mos e freno këngën, le të marri udh. Rini, thuja këngës poshtë sytë e tu. Proki të puthi kënga nëzisi me dashnu. Me zjarp të në Rini. E të mbysi dolga prej dinjash të shkumësume që i turbullon kënga. Rini, thuja këngës poshtë një ata sytë e tu. Dhe qeshu si fmi. Kumbi mizani tatë le të përplaset për qel. E të kthehej prap të na. Se hyta kanë zili. E ne të tumë fort se qëtum fort një tjel. Thuja këngës, Rini. Thuja këngës gëzim plote. Qeshu, Rini, qeshu, se bota është e jote. Feel the glamour and pink, kiss me here, touch me there, hanky, hanky.
Let's get it started. Oh, I love you, Ken. Aman, kur hym në restorantet të dyja plotësojnë njëra tjetrën. Se? Se unë kam uri, ti ke para. Tashi, çka të napesh në e gjithë mirë për të Men menon. Po menuja nuk hahet. Moj budalla që men menon dhe gjithë çfarë të doj zemra. Unë e di që më të zemra, po kam frikë se shkon shtrejnë. Po jepi, mos e qaj kokën, çfarë do? Pilaf me pasush. Pilaf me pasun. Mimi, s'ka gjë, e lam. Marri me të pilafit. Moj budalla që nuk kemi në mens të kam pruar në restorantin më të mirë të peshku në qytet. Do marim aragosta. E di çfarë janë aragosta? E di, se kam grenja e pësheri. Ha, moj budalla që. Ua, po vjen një fëmijë. Përshëndetje, sa mirë që qënke, po kërkon mami? Jo, po kërkoj të di se për çfarë keni nevojë. Kush e di? Kamerierja jam. Po kamerë të rritur, ku janë? Tani goja shtetit, tani çfarë do merrni? Aragosta të shumë neve. Aragos kemi. Pse? O ka i goja shtetit e peshkatari që na i zillte. Atëherë kthehemi te pasush. Shuj drejt selam nam. Një sekond, zemër. O këta pot keni? Se di, ata pyes kuzhinjere? Pyet edhe na sjell një të rritur që të mirëm i vesh më mirë. O kuzhinjere, hajde pa këtu, hajde. Urdhëroni. Moj vajz, neve thamë të kuzhinjerë, jo pjesën e kuzhinjerës. Po unë jam kuzhinjere, moj pse? S'ta mbush sytë? Po jo më shpirt, s'ma mbush, se qysh mund pjekësh një meshku nuk je pjekë për vete. Ha, na shkrive. Më mirë i lëm shakat se kam tigane në zjarë. Çfarë doni? Duam një të rritur që s'qarojmi. S'bohet. Se? Se ai që ishte gaj kur ja shtetit. Një sekond, ti. Punon vetëm këtu? Jo, më punoj me një gjunë. Po ku është ai gjuni? I kam dhënë leso, se kishte festën e abetarës. Ua, qa bëhe kështu mëj shoqe. Një sekond se u trashem. Kush që drejton juve? Menaxherja. Atëherë thirreni menaxherën. O shefe, hajde pa këtu. A vashti moj, se nuk e thirrim ne vashtur shefe. O si i flitet? E dashur shefe, a mund të vish pak se kemi nevojë për ty. Nuk më lini njerët punoj rak, po mos t'i shahun këtë vende me lumi. Po ku shepi moj shpirt? Menaxherja jam. Po kur t'vun menaxhere ty? Kur më iku paradësimja shtetit. Ua, qa bëhet kështu më shoqe, po i kin gjithë mëj motër. Prandaj më mbaj mirë mua se s'gjem punëtore si unë. Po tregoni tani, çfarë halli keni që më thirrët? Doni punë? Jo, du një tritur që të sharohemi. Pse çfarë problemi ka? Keni gjetur ushqime tek pjata? Jo, unë s'kam gatuar fare për këto. Pse? Po këto s'përësitën që. Një sekond, kush që drejton juve? Pronari, për sot ai nuk është. Po ku është? Po vete në Shqipëri. Ju na në punë juve, kurse vedel për shëtitje. Po ai s'ka dalë për shëtitje. Po pse ka Për të gjetur punëtor. Uroj që të gjej si gjyna, po i falementon biznesi çkrete. Po jo, moj zemra, ju jeni gjyna që punoni këtu, sepse jeni fëmijë. Po çfarë bën pronarët të mbyllin biznesin? Po ti moj, se po e mbron ka shumë këtë pronar budalla? Mos e shaj pronarin ti moj, se e kam dajun. Edhe unë e kam gjaxha, prandaj kujdese çfarë thua. Po ti më gjanë. Për mua thuaj çfarë të duash, burteza e kam. Hajde shoqe do ikim se do ja tregoj unë qefin pronarit ligjërisht. O prit, se ka një super ide. Tani ju fëmijë jeni të lodhur? Jemi. Për të uritur jeni? Jemi. Shumë mirë, atëherë ju uleni dhe ne do ju gatuar në Shumë ide e bukur. Çfarë do? Ligujni me karkaleca dete. Ti? Dua supë. Dua salmon. Brokoli, doni brokoli? Po. Shumë bukur, do gatuan dhe kur do vi pronari do ja tregojmë qefin. Fëmijët duhet të mësojnë e jo të punojnë. Tani, nxënësja Leila Ramonaj do të recitoj poezin Shqip më flet, e më pas do kemi një vallëzim nga minioncat e shkollës son,
Me njëherë pas tyre, do të vazhdojmë me interpretimin Jeta të përgatitur nga klasa e 9. Shqip më flit, fol shqip së unë vish të marë, si në shkollë e si në pazar, fol si në jug e fol si në veri, të marrë vesh nëse je njëri, si në preshe e si në Gjakov, si në Shkup e si në Zarakor, si në Shqipni e si në Kosovë, të marrë vesh kur ti shqip fol, gjuhet time unë e dua, qysh të më vlitesh bukur më tingon, se kur duhet me u kuptue, dialekti s'na pengon, tosk e kek, mos e qaj trampin, mos e shti në gjua rapin, fol shqip si të ka mësue nëna, mos na pështje me italiana, fol shqip si të tjen semra, mos i vësh shqip për semra, fol gjua që të rjen vena, një është shqipja, jash e mrena. Hello, Papadena, tu l'hai bella con la papaya.
është e qeshura në ëllor. Shurma e këmbëllës së shkollës dhe ëndërrat që fillojnë të marrin formë. Në familje jeta është pafajësi. Jeta është një udhëtim, një rrugë që e kërkojmë me zemër të hapur. Ndonjëherë duke u hutuar, ndonjëherë duke u sfiduar, por gjithmonë duke ndërtuar. Rinia është kua kuptojmë se sa shumë duam të dimë se kush jemi e kush do të bëhemi përballë jetës që na sfidon. Jeta pa ëndra është si det pa thellësi, pa shpresë, pa frymë, pa dashuri. Ëndrat janë krahët që na çojnë lart, na japin arsye për të kapërcyer çdo fat. Me to ne figurojmë lart në pafundësi. E shpresa na udhëheq drejt përjetësisë. Një ëndër e vogël, një besim i madh, na jep forcë të ngrihemi edhe kur kemi plagë. Jeta është dashuri, është buzëqeshja nënës, përqafimi i babait, mbështetja e mikut dhe përkthjelja e shpirtit binjak që jeta na ka rastisur. Pa dashuri, jeta është boshllëk në shpirt. Jetë, ti s'je e lehtë, por unë s'të kam frikë. Kam ecur në shi me këput që pikë. Herë më shon era, herë më lëvaton, por zemra më thot, ti jetën vazhdon. Jeta fillon me një buzëqeshje të vogël, me hapat e parë në tokë, fillon me një ndjenjë të lehtë, si dielli që lind dhe prek në vit. Fillon me duar që kapin duart e nënës, me lumturi që vizotron në çdo cep të shtëpisë. Dashuria për jetën, ajo që na mban, në çdo hap, në çdo mëngjes të ri, pranë. Me zemër të hapur çdo ditë, për qafa, edhe kur të biesh, ngriu prap e mos u dorëzo. Jeta është dhuratë, jetoje me dashuri dhe ngjyra, që nuk tretën kurrë deri në pafundësi. Jeta është një mundësi pranaje. Nxënësit e klasës së 5 do të interpretojnë dramën Mërgimi. Më pas, presin vajzat me një paraqitje baleti të përgatitur nga koreografi Andi Hoxhaj, të cilin e falenderojmë për kontributin e dhënë. Në fund, programin e përmbyllim me një valle popullore.
Dola në pension, thoja, tani do t'jetojmë t'lumtur e t'bashkuar. Por si që po shihet, pas këmë Mos ashtu, sepse na kenete. Jam lodhur duke pritur. Nuk ka punë këtu. Dua të bëj diçka për ju, për veten. Kam vendosur të shkoj në kurvet. Birë, a e shef të shtëpi? Këtu s'ka ngrësi nga parat, por nga zërë hët. Shpirti po më dridhet kur po të shoh me valigjën në dorë. Por birë, mos e arë nënën, motrën, gjuhën, mbi të gjitha mos e arë tokën e Kosovës. Se të ikër Sokol, a nuk kemi mirë këtu. Kush të mund t'i bëj në lëshime, në punët e shtëpis, dhe tani unë jam me një gra vetme. Por si do qoftë, inshallah do gjë mirë për ty. Do të më mungosh vëlla. Edhe pse do të iki, mendje do të kem të ju, motër. Mirë pafshin. Mirë pafshin. Sokol, Tu shëndishtë si një betej. Nuk jemi tuaj vetëm në vend, por edhe në shpirt. Do njerë pyes vetën, a ja vlen gjithë kjo vuajtje, më mungon nëna, motra, më mungon era mëngjes në fshatin tim. Shtëpia është kurant, po kur që tonë as këtu as atje, ku mbetet shtëpia? Nëna është shtëpia, kur ajo të mos jetë, mua as më mbetet asgjë. sot, u bën 5 vite që Sokoli ka ikur me vi. E s'ka ardhur as për Bajram e as për festat e tjera. Do të vina, a i ka shkruar në letër se do të vi. Derisa të rregullon disa letra, do të vi shumë shpejt. Kur treni i fundit e mur Sokolin drejt perëndimit, një copë zemre mbeti në tokën ku e rriti. Dhe se njeriu kur ik, nuk thehet më kurrë njeri. Ai shkoi për një jetë më të mirë. Por çdo euro që po e fiton, ka peshën e një përqafimi të humbur. Kam fituar shumë, por e ndjej që kam humbur më shumë. Nëna po mbushet me rrudha dhe unë nuk jam aty. Aja vlen gjithë kjo sakrifis që po humba kohën me familjen time. Ne, na ka ardhur një letër nga Sokoli. E ata lexojmë së bashku via ime. Nuk ka ditë që s'me merë malli për ty. Për erën e bukës që vinte nga kuzhina. Për zërin tënd që më thëriste emrin tim. Kam ngritur mure të më dhakën. Por asgjë s'mund të më mbroj nga malli për atë dheu. Unë jam këtu, por zemra ime kur s'u largua prej jush. Do të kthehem shumë shpejt, ju dua shumë, më mungoni. Doja dërgoj të një letër Sokolit? Po vjen. Biri nënës, çdo natë lexoj letrën tënd, çdo rresht më dhembe më ngroh zemrën. Ka 5 vite që je larg nesh, veç fjala jote më mban gjallë. Çdo ditë lutem për ty birë. Mërgimi nuk është udhëtim, por është një plagë që s'ka fund. Birë, nëna jote është sëmur, nëse mundesh, ktheu të shoh edhe njëherë. Do të vi nën, do të vi shumë shpejt.
të pijam veti bashkë. Tani do të jetojmë së bashku mbretëreshat e mia. Faleminderit. Të dashur prindër, të dashur nxënës, të dashur pjesëmarrës, faleminderit shumë. Për bizneset, përfaqësuesit e bizneseve ju ftojmë për një koktejl rasti në olet e korridorit të shkollës. Dhe ju, drejtorët të shkollës dhe mysafirë të nderuar.